drejtën e shumë të vështirë çështjen e konsenzusit politik në këtë moment brenda partive politike shqiptare. Nuk kemi qëndrime refuzuese ndaj askujt. Aq më pak ndaj zonës së Osmanit. Ishte vazhdimsi pra një takimi paraprak, por që në thelb reflekton në këtë periudhë të kaluar shtatitore. Të them të drejtën e shumë të vështirë çështjen e konsenzusit politik në këtë moment brenda partive politike shqiptare. Nuk ka ndonjë kandidat specifik në këtë fazë që na është prezantuar. Në këtë periudhë, me autorizimet që ka marrë nga Kuvendi i LDK-s, do t'i kthehem grupit parlamentar dhe do t'i raportoj e njoftoj të gjithë ata për zhvillimet e fundit politike dhe diskutimet që kemi pasur unë, sekretari i LDK-s, me 3 parti politike në Republikën e Kosovës. Pra, është të vështirë konsenzusin, nuk ka ndonjë emër që na është prezantuar, nuk na është kërkuar vota për ndonjë emër specifik. LDK-ja me 15 deputet as mund caktoj emër për kandidat në këtë fazë, besa as mund të nominoj DK, sepse siç e dini, duhet 30 nënshkrime për këtë fazë. Le të presim deri më datën 5 mars, ditën e epopesë së UÇK-s, për të kuptuar se çfarë fati do të ketë institucioni më i lartë i vendit. Dhe njerëzit theksojmë se është e domosdoshme, do duhet të ishte domosdoshme të kishim unitet, kishim një emër që përfaqëson unitetin popullor, që të mos jetë zgjatim i qeverisë, por në këtë fazë duket se konsenzusi politik brenda partive politike është i pamundur. Natyrisht kur s'ka konsenzus do të ketë garë, por garë LDK nuk e preferon si të tillë, sepse rezultati dihet. Kur ka garë e s'ka konsenzus, është vështirë të bëhen 80 vota. Pra gara ka kuptim kur janë 61 vota në dispozicion, por kur duhet 81 duhet konsenzus dhe unitet. Këtë s'është arritur. Për garë, LDK-ja nuk beson se ka zgjidhje. Është procedurë e parapërcaktuar për dështuar. Pra nëse vendos lëvizjeve të ndosja dhe PDK-ja të ketë garë, atëherë shkojmë në zgjedhje sipas gjitha gjasave, sepse si do t'i bëjnë 80 vota, por konsenzusi bën president. LDK ka qenë angazhuar të gjej president. Pra të gjej një emër konsensual, jo zgjatim të qeverisë, pra mos jetë vazhdimsi e qeverisë, sidomos për një qeveri që ka 51% të votave, presidenti duhet të ishte një kundërbalancë. Nuk ka emër, nuk ka proces konsultativ tutje sapo kuptoj, dhe tani do të presim 2-3 ditë të ardhshme për të kuptuar. Se opsion edhe marrëveshjen politike me vendosjen që sot nuk jeni duke përmend, a është falon në tavolinë? Jo. Edhe çka saktësisht do të thoshte? Herën e kaluar kemi pas 3 alternativa. Para ka qenë imponimi, të cilën e heqëm prej tavolinës me një herë. Më pas ka qenë marrëveshja politike dhe konsenzusi. Në parim, kryetari i vetëvendosjes ka kërkuar 85 vota, që do të thotë se marrëveshja politike me LDK-n zbët për 85 vota, pra nuk ka pas as parakushte, as diskutime për marrëveshje politike. Pra jo s'kemi folur për marrëveshje politike, as me lëvizjen vetëvendosje, as parti tjera në mesvete në këtë fazë, sa kam kuptuar nuk kanë diskutuar. Apo isheni më të oferta zgjedhje të reja apo një zgjedhje për presidentin, dhe pse po mendoni se nëse ka garë shkohet në zgjedhje? 81 deputet, vetëm 2 raundet e para dhe ju në tretë. Atëherë le ta provojnë garën, por LDK-ja i sugjeron që të provohet konsenzusi para garës. Cili është qëndrimi juaj për Vjosa Osmani? Ne nuk kemi qëndrim për emrat përveshëm, por s'kemi thënë asnjëherë që kemi apo s'kemi vot për zonën Osmani. A jeni takuar me Vjosa Osmani? Natyrisht jam takuar, si jam takuar. Momentalisht s'kemi emër për LDK-s për kandidat potencial. Edhe një herë. Kandidat potencial për LDK-s nuk ka, domethënë për jo, si qani në qoftë se s'kemi pas marrëveshje politike, s'mund të ketë kandidat. Kandidati për president bëhet me konsenzus. Kështu ka qenë historia politike e Kosovës dhe zgjedhjes presidentit. Pra duhet konsenzus, tash familja Jashari ka thonë ju. Prandaj unë do të presja që ne partitë politike diskutonim për emra, po s'kishte emra, s'kishte propozime, s'kishte as vullnet për konsenzus. Nuk kemi qëndrime refuzuese ndaj askujt. Aq më pak ndaj zonës së Osmanit. Do takoheni